të drejtë që tani kërkojnë njerëzit konsul, sepse sa shikojnë një shqetësim ke fëmijët e tyre, sidomos prindit janë më interesuar, edhe më njëherë shkojnë dhe konsultojnë dhe për këtë japin shifra që është rritur numri të interesuarve. Mirë po njëkohësisht duhet kemi parasysh që ka pafund të tjerë, të cilët nuk diagnostikohen, sepse tek ne nuk funksionon si duhet dhe duhet ta them këtë problem, mjeku i familjes, i cili normalisht duhet ketë dosje për secilin pjesëtar të familjes dhe kur ai shikon që ka një problem më shumë se sa, në më thënë një stres i thjesht, a i me njerë duhet kërkoj, duhet rekomandoj. Po në fakt, sistemi i referimit ekziston edhe unë jam dëshmitare që funksionon. Sistemi referimit mjek familje, mjek psikiatër i zonë. Kur një mjek familje ka 50.000 njerëz, si do funksionoj? Kanë ardhur që janë interesuar në mediat të ndryshme, e kanë prezentuar si problem, kanë patur për shumë të 2 fëmijë të tij dhe mjeku i familjes as ka rekomanduar dhe as ka nuk ka zinxhir, ka referencë, po s'ka zinxhir për ta zgjidhur. Rastet e vështira nuk zgjidhen. Të ndikoj në shërimin e tyre ose të marri përsipër pasaj gjëra as ilaçet nuk i blejnë dot asgjë. As ilaçet një dhe ka pat raste. A kemi me njëra pensionistë që mund të jenë të shqetësuar? Janë të detyruar që të ilaçe për këtë situatë? Ato ilaçe që janë në listën e rimbursimit. Ka raste që kanë ardhur prindit veti, kanë treguar me situash me pamje, e kanë spjeguar gjendjen e fëmijëve të tyre. Ka pasur se një gruaj vjetër kishte të 2 fëmijë dini gjithë ditën nëpër Tiranë, tha po e provokove pak dhe të mbret ai, edhe as mjeku i familjes, por njëkohësisht aty duhet ishte situata që duhet ishin të veçuar, të shtruar. Në fakt mungojnë institucionet sociale, tek të cilat duhet të jenë institucione rezidenciale, ku të strehohen të smur me çrregullime të shëndetit mendor kronik, të cilët nuk kanë kujdesje. Unë mbaj mend komunitetin e Helsinkit që ka bërë para një 2 vjetësh një deklaratë, komiteti e Helsinkit i drejtave të njeriut, nxori deklaratë që në spitalin e Elbasanit një dhomë 45 metra katror rinin një 100 të sëmurë aq dyndje dhe ishte shumë problem mbi popullimin. Ishte shumë problem mi menaxhimi. Ata s'marrin as ilaçe se kemi bërë. Në ditët e sotshme i ke nëpër rrugë. Për shembull në Tiranën e Re është një zonjë që ndot njerëzit kur kalon dhe duhet të jesh shumë e kujdesshme. Po, është vërtet. Ti hidhet para kofën ose makinës dhe janë kontingjent që duhet të strehohen në qendra sociale rezidenciale, të cilat nuk ekzistojnë. Për një person të sëmur mendor që të shtë hedhur në kofën e makinës. Që ti s'ke si e përballon. Rreziku më i madh nuk është i këtyre që dihet, po i këtyre që fshihen. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Tani, nëse do flasim për probleme mendore, kontrolloni bugën dhe ujin, aman të keqen se bugën e kemi heq nga menuja fare s'po ham. Dhe konsumojmë për ditë se nuk ka mundësi, këtu duhet hidhet diçka se ndryshe i bide që duhet ishim më të qetë dhe më normal. Nuk kemi të qetë, ka të drejta. Unë mendoj 2 gjëra që janë problematike. Para mbas viteve 2015 ka filluar ideja që vetëm ti je më i mirë dhe mund t'ja dalësh, vetëm je gjithçka, vetëm je në majën e Everestit, pra fjala vetëm përmendet aq shpesh se është marrë nga India e largët, po ata bëjnë yoga e yogi dhe kanë sensin e të vetmes ti dhe universi, jo vetëm i mbyllur në ti mund t'ja dalësh. Ti mund t'ja dalësh. Fjalia ti mund t'ja dalësh vetëm është vrastare sepse shiko truri nuk e bën diferencën e reales nga imagjinata, do të thonë po të rrim t'i themi vetës tonë të shqipër një 10-15 Po, je mbret, të duke vetja si mbret. Del nga këtu del mbret. Po, vetëm ditë derë qik plerat në një moment. Nuk ka rëndësi, po. Si puna të taksistit. Kur një shoqëri bombardohet vazhdimisht, me afton të hapim rrjetet sociale, ke gjithmonë këto sloganet e guruve që ja kanë arritur vetë. Po që bie në sy edhe në rrjetet sociale bie në sy ku kanë qëndime. Të riun e bombardon, sepse i riu nuk ka mekanizma kontrolli. Ne jemi të rritur dhe kemi kaluar disa faza në jetë që na kanë ndihmuar